Edi Rama në vazhdimsi ka theksuar se ishte ai dhe Partia Socialiste që i dhanë jetë reformës në drejtësi, por pa kthyeshmërinë e saj, kryeministri kërkon ta garantojë Bashkimi Evropian, duke bërë pjesë të saj Shqipërinë. Garantimi i pakthyeshmërisë së reformës në drejtësi është sfida e sfida dhe e përsëris. Në momenti që ne hymë Bashkimin Evropian, ky nuk është më një alarm, vetëm një plan, vetëm një rrugë që është Bashkimi Evropian. Këtë qëndrim kreu i qeverisë ndau në takimin e dytë të nivelit të lartë Shqipëria 2030 në BE, ku theksoi një tjetër arsye për domosdoshmërinë e anëtarësimit të vendit në Union. Për ne shqiptarët, qenit anëtar të Bashkimit Evropian është të qenit përfundimisht të lirë nga historia jonë, nga hija e historisë sonë. Ne jemi rritur në ferr. Ndasit politike sipas Ramës nuk duhet të shkaktojnë ngërç në proces, pasi detyra kryesore është e institucioneve. Madje shpjegoi se nëse qeveria nuk përmbush detyrat, do të jep llogari para parlamentit. Shkon jep llogari në parlament nëse nuk është duke përmbushur një objektiv. Para përfaqësuesve të institucioneve të BE, por edhe atyre shqiptare, theksoi nevojën e konsolidimit të gjitha reformave të nisura. Institucionet e drejtësisë së re tashmë i cilësoi të pavarura, duke cilësuar se nuk do të kenë ndikim as nga presionet politike. Konsolidimi i domosdoshëm i gjithçkaje që është në proces. Skepticizmin e aleatëve ndaj krijimit të Komisionit për Mirëqeverisin dhe Antikorrupsionin e cilësoi një sëmundje që vjen nga fryma politike në vend. Siguroi vazhdimsi edhe në legjislaturën e ardhshme, nëse merr mandatin e 4 më 11 maj. Që ky komision, puna e cilit do të vazhdoj edhe në legjislaturën e ardhshme. Tirana, Shqipëria ka kapacitetin të infektoj miqtë që vinë nga vende shumë më të ftohta. Pjesë e takimit ishte edhe nënkryetari i KE, i cili theksoi se anëtarësimi i Shqipërisë brenda vitit 2030 është merit nga rezultatet që do sjellin reformat. Këtë deklarat kreu i qeverisë e priti me batuta. Nuk e prisja që do vinte një ditë që unë do shpresha me tone shumë pozitive për Këshillin e Evropës.